rikthyer në studion e programit Familja 7, çfarë po ndodh në botën tonë që po shton ndjenjat e shqetësimit? Si reagon trupi ynë ndaj ankthit dhe depresionit? Si mund t'i japim ndihmën e dur personave që përballen me këto sfida reale? Për të na ndihmuar të kuptojmë më mirë këtë çështje, ne kemi nderin të kemi në studio doktor Theodor Hall, një mjek me mbi 40 vite përvojë në trajtimin e depresionit dhe ankthit, i cili ka ardhur për herë të parë nga Kalifornia. Mirë se erdhe, Dr. Hall. Welcome in our studio. Faleminderit. Gëzohem që jam këtu. Është kënaqësi të të kemi këtë mbrëmje në programin Familja 7, për herë të parë këtu, për herë të parë, jo për herë të parë në Shqipëri, sepse keni qenë dhe herë të tjera. Cilët janë faktorët që mendoni se kanë ndikuar ose po ndikojnë në rritjen e rasteve të ankthit edhe të depresionit në shoqërinë e sotme? I think there are a number of reasons that the problem has become more prominent. First of all, there's 24/7 news. Mendoj se ka disa arsye pse ky problem është bërë më i dukshëm. Së pari, kemi lajme 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, të cilat shpesh janë të këqija. Këto lajme janë pothuajse gjithmonë të disponueshme për të gjithë. Ne gjithmonë dëgjojmë për të gjitha gjërat e tmerrshme që ndodhin kudo në botë. Dhe kjo është diçka e re. Mendoj se mediat sociale kanë qenë një problem veçanërisht për të rinjt, sepse ata gjithmonë krahasohen me dikë. Kjo krijon një lloj trështimi dhe pakënaqësie kur nuk arrin të përmbushin ato standarde. Gjithashtu, humbja e ndikimit të kishës në kulturë ka qenë një problem i madh. Komuniteti është shumë i rëndësishëm për njerëzit, për të ndier pjesë e një komuniteti, por ne jemi bërë gjithnjë e më të izoluar me kalimin e viteve. Duke menduar se të gjitha mënyrat e reja të komunikimit që kemi janë të mjaftueshme për komunikim të mirë. Por në të vërtetë, shumë komunikim bëhet ballë për ballë, dhe ashtu duhet të jetë. Make for a good communication, but really a lot of communication is done in person and it should be. Doktor, si mendoni cilat janë disa nga simptomat më të zakonshme të ankthit që njerëzit mund të mos i njohin menjëherë dhe si reagon trupi ynë në nivel fizik dhe biologjik ndaj ankthit? Well, we were created by God to be able to live in a world that has danger in it. And so part of that system, the limbic system. Ne jemi krijuar nga Zoti për të jetuar në një botë që ka rreziqe. Dhe një pjesë e këtij sistemi, sistemi limbik, është përgjegjës për ndjenjat që kemi kur ndihemi të shqetësuar dhe nervoz. Simptomat e zakonshme janë zemra që rre shpejt, frymarrje e shtuar dhe ndonjëherë dridhje. Por disa simptoma më pak të zakonshme përfshin vështirësi në përqendrim, kalimin të shumtës së kohë duke menduar dhe shqetësuar. Këto janë gjëra që shpesh nuk kuptohen si pjesë e reagimit ndaj stresit. Would be less likely to be understood as part of the stress reaction. Doktor, si mund ta dallojmë një shqetësim, ndoshta të themi të zakonshëm ose normal, nga një çrregullim të ankthit që kërkon në fakt një ndihmë të specializuar psikologjike? Pra, një ndihmë profesionale. The amount of time spent in worry and how it affects your ability to just do your regular Koha e kaluar në shqetësim dhe mënyra se si kjo ndikon në aftësinë për të kryer aktivitetet të përditshme është një tregues serioz nëse kjo zë shumë kohë që duhet të kalosh me familjen apo miqt. Në përkufizimin e depresionit, konsiderohet ndjenja e trishtimit që është e pranishme pothuajse çdo ditë më shumë se 2 javë. Atëherë konsiderojmë si problem mjekësor dhe e njëjta gjë vlen edhe për ankthtin. Over 2 weeks. That would be when we would consider it to be a medical problem. And that goes for anxiety as well. Doktor Theodor, Bibla çfarë thot për ankthtin? It's interesting, the Bible is full of Është interesante. Bibla është plot me thirrje për të mos u shqetësuar. Jezusi na thotë që nuk duhet të shqetësohemi për atë që do të veshim apo çfarë do të ham. Dhe kjo është një temë e zakonshme në të gjithë Biblën. Cilat mendon se janë disa qasje praktike, biblike që mund të ndihmojnë dikë që është duke përjetuar ankth? I think there are a number of things that can be done. I think engaging in some of the spiritual disciplines can be very helpful.
disciplines such as Mendoj që ka disa gjëra që mund të bëhen. Mendoj se angazhimi në disa disiplina shpirtërore mund të jetë shumë ndihmues. Disiplina si vetmia, shkrimi në ditar, lutja, takime, madje edhe shërbimi në kish, apo në ndonjë shërbes mund të ndihmojnë në uljen e simptomave. Gjithashtu, doktor, si mund ta balancojmë trajtimin mjekësor me këshillimin shpirtëror në raste të ankthit edhe në raste të depresionit? I think counseling is a very important part of dealing with anxiety and Këshillimi është një pjesë shumë e rëndësishme e përballjes me ankthin dhe mund të bëhet e nevojshme të kërkohet këshillim profesional. Në përgjithësi, kur trajtojmë depresionin apo ankthin me medikamente, pothuajse gjithmonë kemi edhe këshillimin si pjesë të terapisë. counseling as a part of the therapy. It's been well shown that both counseling and medication work best for resolving the symptoms. Gjithashtu, a mund të na tregosh pak diçka se cili në lidhje pra me rolin e kishës dhe komunitetit të krishterë, cili duhet të jetë ky rol në ndihmën ndaj personave që janë duke kaluar mes shqetësimeve, mes ankthit ose depresionit? I think people need other people, and the church is really the place that works best. Është treguar qartë se këshillimi dhe medikamentet funksionojnë më së miri së bashku për të zgjidhur simptomat. Mendoj se njerëzit ka nevojë për njerëz të tjerë dhe kisha është vendi ku kjo funksionon më së miri. Shumë njerëz ndihen shumë vetëm në botë dhe kisha ofron mundësinë për t'u takuar. Njerëzit ka nevojë për njëri tjetrin dhe mbështetjen e kishës. Dhe mendoj se ndonjëherë njerëzit ndihen të pasigurt në fillim, por sa për përfshihen, kuptojnë se është një familje e cila ndihmon për të përballur ankthin. Si ka qenë për ty, doktor, duke punuar me persona që kanë kaluar mes ankthit edhe depresionit, si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Ka qenë e vështirë për ty në gjithë këto vite pune? In my experience, most of the time people do very well, especially on the combination of medication and getting counseling. Nga përvoja ime, shumica e njerëzve kalojnë shumë mirë, veçanërisht me kombinimin e medikamenteve dhe këshillimin. Mund të jetë këshillim profesional ose pastoral. Dhe shpesh herë ky kombinim funksionon shumë mirë. Kam qenë shumë i kënaqur nga mënyra se si medikamentet dhe këshillimi ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të shqetësimit dhe stresit. Gjithashtu keni udhëtuar dhe në shumë vende dhe keni trajnuar dhe disa persona të tjerë edhe këtu në Shqipëri lidhur se si të përballojnë ankthin, se si të merren me persona që kalojnë përmes ankthit edhe depresionit, si ka qenë për ju kjo eksperiencë? I think that what I've found is that depression and anxiety are serious problems everywhere in the world. Mendoj se depresioni dhe ankthi janë probleme serioze kudo në botë. Është mirë të ndihmojnë njerëzit të kuptojnë se çfarë janë dhe çfarë ndihme kanë në dispozicion. Dhe t'i inkurajojmë sepse është një situatë e vështirë të luftosh stresin, ankthin dhe depresionin si probleme mendore. Depression as mental problems. Si mendoni, doktor, a ka kohët e fundit një rritje të numrit personave në të gjithë botën, që në fakt ndryshe nga dhe shumë vite më përpara, pra ka një rritje të tyre që po përballen me ankthin edhe me depresionin në shifra alarmante? I think there's been an increase in the number of people who have been affected by both anxiety and depression. Ka pasur një rritje të numrit të njerëzve të prekur nga ankthi dhe depresioni. Shoqëria jonë është bërë më e shpejtë dhe gjërat janë më irrituese në përgjithësi, dhe njerëzit janë më të ndjeshëm ndaj këtyre problemeve. Është fat që tani kemi medikamente dhe këshillim që funksionojnë shumë mirë për të ndihmuar njerëzit, por ata duhet të kërkojnë ndihmën. Very well to help people, but they have to actually seek out that help. Dhe në përfundim të kësaj interviste, doktora, do të kishe ti një inkurajim për gjithë ata persona që janë duke kaluar në këtë rrugtim të vështirë përmes ankthit edhe duket sikur nuk ka rrugdalje? Well, I think the first thing is to recognize that this is a problem. A lot of people Mendoj se gjëja e parë është të kuptosh se ky është një problem. Shumë njerëz përpiqen ta fshehin dhe nuk i kushtojnë vëmendje. Por mendoj se të shkosh te një mik i afërt është vendi i parë për të filluar. Të shkosh te dikush në kish dhe thjesht të pranosh që ke nevojë për ndihmë dhe se ndihma është në dispozicion. And that help is generally available. Doktor, të falenderojmë për çfarë ndave me ne dhe shumë suksese në punën tënde. Thank you. Faleminderit. Ankthi dhe depresioni është një realitet për shumë njerëz, por siç dëgjuam, ka mënyra të shumta si në aspektin profesional ashtu edhe në atë shpirtëror për të gjetur shpresë dhe shërim.
Ju inkurajojmë të kujdeseni për njëri tjetrin, të ofroni mbështetje dhe të mos hezitoni të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Uroj të kaloni një fundjavë të bukur, ne do takohemi së bashku të shtunën e ardhshme.